Klubi i futbollit Shkodra ka kurorzuar një sezon të jashtëzakonshëm në futbollin e moshave, duke u shpallur kampione e kategorisë së parë me ekipin U17 dhe duke siguruar ngjitjen në superiore për sezonin e ardhshëm. Shkodranët e mbyllën kampionatin në vendin e parë me 74 pikë, plot 10 më shumë se ndjekësi më i afërt Egnatja. Trajneri Arber Sytani u shpreh i kënaqur për paraqitjen dhe dominimin e skuadrës së tij gjatë gjithë sezonit. Shumë i kënaqur, sepse pavarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi në lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionati shumë të mirë them drejtën që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat ka shërby djembe për të rrit, sepse në fundit askush nuk mund të fitojnë pothuajse gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj zmetin ashtu siç duhet. Në lidhje me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimë pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht me seanca stërvitore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë ne kena zhvilluar. Kena kurorzuar me rezultate ku normalisht nëse punohet ashtu si duhet rezultatet vijnë. Ky klub pati sukses edhe me ekipin U16, që gjithashtu u shpall kampion në drejtimin e Rudi Piraniçit. Kjo është viti i dytë që me këtë grup moshën U16 shpallëm kampion, edhe vitin e kaluar kjo moshë ka qenë U15 dhe mi shpallur kampion Shqipërisë, por vitin e kaluar kjo moshë u bë U16 dhe kena kanë përsëri në kategorinë e parë dhe është 2 vite që nxjerrim ekipin Super League. Kryetrajneri i klubit ai Piraniçi e cilësoi këtë sezon si shumë të suksesshëm për klubin e futbollit Shkodrën. Me qenë shumë modest, ne jena mësuar faktikisht me tituj kupash dhe kampionatësh. Jena mësuar ajo që është më kryesorja për të prodhuar futbollistë të nivelit të lartë, por ky sezon ka qenë një ndër sezonet më të suksesshëm, të pas parasysh se siç e pat, ishte rasti veçantë që në një ditë të shpallen 2 ekipe kampion U16 dhe U17 në kategorinë e parë, por duke fituar drejtën edhe me ekipe 13, 14, 15 për të qenë pjesë e Super League. Është një sukses i jashtëzakonshëm. Kishim edhe një eksperiencë të rikthyer me ekipin e rritur, që vitin e ardhshëm besoj do t'i kena më vëmendje më të veçantë, kështu që klubi Shkodra ky sezon ka qenë një ndër vitet e bukura të suksesshme, jo vetëm me akademinë, por edhe me krijimin e ekipit të rritur. Besoj që është kontribut edhe i gjithë sponsorizuesve, gjithë mbështetësve, duke filluar nga Gemcani, edhe që vazhdojmë me shumë dinjitet edhe me mbështetje të jashtëzakonshme financiare Florence Marko. Pa harruar edhe prind që është mbështetje e vazhdueshme e klubit Shkodra. Në ceremoninë festive të shpalljes kampione për ekipet U16 dhe U17, medaljet dhe trofet u dorëzuan nga personalitetet të futbollit dhe pushtetit vendor, me styre nënkryetari i Bashkisë Shkodër dhe ish futbollisti Rudi Beka, si dhe antari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s, Armando Cungu.